Zoti Murizi, le të trajtojmë tjetër ngjarje të aktualitetit, që le do të plasim më njëherë në ekran. Murizi, kemi akoma dhe një 20 minuta kohë, po unë doja para se shkallojmë të tjetra, doja në mes kam vënë Berishë, pra midis ngjarjes parë që folëm, pra lajmit parë që folëm, pro më gjithë e për këto. Futa Berishën në mes, dhe pastaj duhet ta mbyll me qa fabule kemi me tjetër pastaj, me mafia shqiptare, kundër SPAK, alarmi që vjen nga Italia. Kundër SPAK? Në fakt është bërë gabim ky titull, kundër SPAK nuk kuptohet, sepse është mafia shqiptare me SPAK, thuj. Jo, në kuptimin që ky titull është pa gabim, duhet nuk e di sepse ka s'ka problem, se e korrigjojmë. Jo, po duhet t'i japun ledjes tani, lym të kërkojnë ndjes, sepse po nuk ja dhash tani. Është bërë gabim titulli, nuk e di sepse mafia shqiptare kundër SPAK. Alarmi që vjen nga Italia. S'ka kuptim fare, le dio, kështu që aty titullin e tretë. Jo, kundër SPAK, po alarmi nga Italia është. Jo, është gabim kjo, është gabim që, po shqyqy që nuk e plasë në fillim. S'ka kuptim mafia shqiptare kundër SPAK, jo, nuk ka kuptim. Jo, se po tjetë kështu s'ka nevoj për alarm nga Italia. Jo, atëherë le dio të bësh mafia shqiptare / paniku që vjen nga, alarmi vjen nga Italia, i që atë kundër SPAK. Lymi, përse nuk ja marrin dot për dëm Berisha, se kam bërë me këtë titull, sepse gjithë të ngjarje kanë ashtu. Ore, që ta bëjmë pak më, në thojza më provokuese bisedën. Ore, Berisha, që nuk ikën, është një gjë. Po dhe ata që e votojnë, është një gjë tjetër apo jo? Unë do flas për të dy nga pak, me gjithë pak. Ky është një fenomen shqiptarësh. Për të mos thënë që është gati sindrom tip viroze e gjithë vendeve të lindjes nga Adriatiku deri në Kaukaz. Pra, jo vetëm Berishës, pse thu për Berishën? Do të numërojën? Jo, janë pa fund, po ne po flasim për... Jo, pra ne them është fenomen shqiptarësh. Pra, militantizmi i shndruar në termin patronazhist tek gjithë partitë, në një farë mënyrë është një nga format e kamuflazhit të servilëve. Du më pësdum, ne, një formë. Më e buta ose më e rrumullakos, ose servili është më i pështirë akoma. Nanës nuk e mori dot Majkon Tetor, ishte kryeministër, Partinë e Punës, kur kandidoi, ishte kryeministër, që gjithë administratën, me gjithë metën me vete, me gjithë grupin parlamentar, nuk ja mori dot partinë, sepse ne rendim pas liderit. Që kanë mërë dot as Gjuvelit, as Cekës, as Godës Rafmet Pas, deri kur e la, nuk ja mori me Diut 41 vjetë, që 95-ët, da Shehut, Tur Roshit, Ali Mallit, ma gjej një që ja kanë marë partitë. Ato parti që kanë. Asnjëherë. E themi vetëm për Berishën. Ramos jo. Se Nana nuk kandidoi, se po të kandidon dhe Nana në 2005-ën, as Vasil Melos nuk ja morën dot, duhet të viste Vasili, po. Pra ky është një fenomen. Si ja morën Putinit, më ka. Fenomeni i vendeve thua ti që nuk kanë mentalitet komunist që qajmë kur vdes udhëheqësi. Duan prisin pra. Patjetër. Kështu që pse nuk e morën dot parti. Unë kam thënë që gara hapet dhe unë do të isha. Po kem pas raste në Shqipëri, fal që ndërpres. Fare zero, asnjë rast. Fatos Nano pa iku atë. Po iku vet pra. Iku Ramizalia përpara që e la Fatosit. Po. Se po të kandidon Ramizalia në keshor. Nano po të rinte thua ti do ta fitonte prap. Nuk bëhet fjalë fare. Nuk do e mund të Rama. Po nuk e mundi ai Ramon, sepse Rama para se të bëhej kryetar, një vit a 2 vjet përpara, çoi një rezolut që ishte kundër asaj dhe rezoluta Nano Ramës mori 13 vota. Po pastaj si ka mundësi që iku Nano, iku fare. Po, siç iku Ramizi, e tradhoi dhe Gramozi. Iku Nano, nuk do po të ishte Nano në kandidat, edhe me Majkon, nuk e di unë nga ka qenë Gramozi, me thonë drejtë se s'e kam pyetur ndonjëherë. Ishte edhe pa pushtet, si ishte në punë, se kishte 14 shtatori. Ishte një vit pas i kishte ik, në një farë mënyrë me turp nga qeveria, nga hynin tunel jo ikun Maqedonian, dhe ja mori partinë Majkos. Majko kishte ndërkombëtarët me vete, qeverinë me vete, kryeministër, edhe metën se vesh kryeministër me vete, edhe fitu në pingat. Pra, mund t'i përmena gjithë, kjo është fenomen shqiptar. Sa kohë që është lideri ngar, ne, për fatin e keq, nuk jemi të lidhur as me kauza, as me programe, jemi të lidhur në mënyrë simbioze, si që jeton urthi me plepin, që e ha gjithë kohë, për ton të ushqejat vete, merke landë ushqyse tek plepi. Kush është urthi? Urthi është një... është një bim në formë lastari, që ngjitet. Po. Që janë kështu si kasavjerse. Po, në plep ose në vill.
Po. E ka qefin e vetë që jeton dhe po t'i shikosh ke shumë dru që janë si me shenja. Po, bravo. Po se ka jetu tjetër kënë bjetë, edhe ka ushqyja i pra ne jemi t'lidhur në këtë lloj mënyre me liderit, me udhëheqësit, me prisin. Edhe kur na dhunon, edhe kur na vjedh, edhe kur na mashton, ke shumë familje shqiptare nuk ftojnë vlla ndasë për parti, vlla. Një ka qenë Berisha, një me Nano, një me Ram, një me këtë, dhe zihen në atë farë feje, që këta këtu nuk zihen kur. Kështu që pse nuk e morin partinë Berisha? Pse si e morin partinë gjithë tyre që kanë nërmend kandidojnë? Dhe unë përmena, ka i qine sa partinë në Shqipëri. Nuk e morin dot. Edhe jashtë, po të rinë ata e fitojnë prapë, ata ikin. Edhe në vënde që si janë autokrate. Kultura e dorëheqjes është po të rinë ata prapë, ne i farë mënyrë, po jo mëse ka goditje jashtë, nuk janë kaq vasal. Le që po, i ngrien deputet, i ngrien njerëz të brenda, po. Patjetër. Po sepse ka deputet. Po këtu kene nga 2009 nuk ka më deputet. Po. Atje deputeti zgjedhen qytetarët. Tu ka qenë zgjedhja me qytetarë deri në 2005. Pas 2009-ës është shtuar akoma më shumë kryetarokracia. I civilizmi i përshtirë i enukëve të gjitha partive ndaj kryetarit sepse ai Kjo është diagnozë që ti e bën gjithmonë. Po. Më thuaj diçka të re sonte, në kuptimin që mos ndoshta ne duhet të bijem në paqe dhe dakord, kur them ne domethënë ju, mësym që e njihni atë partitë ashtu që ore shiko. Të mos e quajmë më fatkeqësi pra. Që pra Berisha, pra Rama. Ore, përderisa është kjo diagnozë që bëre ti. Çfarë quajmë fatkeqësi? Nuk është fatkeqësi kjo, pra. Unë e quaj fatkeqësi, diagnozë që po bëj. Siç kam thënë që Shqipëria s'ka shoqëri. Çfarë s'ka? Shoqëri. Jo si targa bëj, shoqëri civile. Shoqëri. Nuk kemi ne. Po pse shoqëri? Si? Shoqëri civile, po. Pra unë i them shoqëri, oje që LGBT. Gjitha paket këta. Këta nën bashkësi të një bashkësie të madhe të qeverisë politike botërore, për që të përmendën. Nuk kemi. Tu dhe qenë po të kënë drejt vote, votojnë për një parti. Nuk kemi në jashtë pavarë. Pra këtu dalin njerëzit në protest vetëm kur i thret partia. Nuk dalin kur ne blejmë 2 fish më shtrenjt naftën sa Ukrajina, Palestina, Gaza apo Irani. Po është luftë. Ata e kanë nga 0,8 deri 1 euro, ne kemi 2 euro, por masalla se dalin e. Nuk dalin e për fondet e bujqësisë, fermerët. Ja. Edhe nuk morim ato shishit e qumë që kemi qefti derëm kanal, jo të vim t'ja hedhim deputetve kur hynë aty në salë, t'ja hedhim surratet, ja i derëm kanal. Shmblef i malë. Ke pati shumë video groteske, unë zej Hasani, thotë e në filan vem, preju portokallët e vetë. A i plasi Ramës e preti portokallët uja. A i ke pati. Po, sigurisht. Pret kumlët e hedhë domatet kanal. Pra ne, menojmë që viktimizimi, e di pse, sepse e dumë shumë liderin. Edhe kemi halë që e i njej keqardhje për ne. Jo të detyrojmë që ti orë qenë e briqeni nga votat tona, je i zgjedhur, apo je mruar e ti dhe paguash nga takset tona që të na shërbesh. Ndërkohë që ti duhet të... Ne majmë si mret. Ti për shumë bëm përjashtim nga gjithë ta. Se ti ke qenë gjithmonë që ke ngritë zëri, në çdo forum. Pesh herë që. Unë ka paguajt me qef kostën e lirisë time dhe nuk e ndroj një aq rahat o Arjan sa nuk ta merr mendja. Jo, pa se vën dyshim. 100 jetë mjep i mollizot të njëjtën gjë do bëje. Do të bëje prapë me shumë, ma me shumë pasion. Ma me shumë pasion, e kam kalu se qa është... Po tani, votove ti për shumë të këto zgjedhje, mësim? Po isha në votim. Po për këtë votove? Vota është e fshet, po isha në votim. Nuk e thua, nuk e deklaron? Jo, për është e fshet se nuk du tallë me vete, që të them, se thot ky po mburret. Vota është e fshet, por unë nuk cedoj në votë kur, prej dhjetorit në nëndëjtë, se kesh një drejt legjitimi që duhet ta ushtoj çdo qytetar. Qartë. Nuk ka më fatkeqësi për një vend që shan 4 vite, dhe kur i pyt mas votim, a votove? Ja, për këtë votojo. Për sy tu që dalin duhet votosh. Nëse nuk e ke sensin, nëse nuk njesh atë me vot, pro, shko voto kundra. Voto kundra, kujt do lloj harbuti, hajduti, maskaraj që të ka mashtruar, të ka vjedhë, të ka dhunuar. Po në këtë rast, në votën e Berishës, për të mbetur brenda aktualitetit. Ishte vot besim. A, nuk ishte zgjedhje? Jo, nuk është zgjedhje. As referendum, jo. Po ka disa lëpirës aty, që unë i quj si kështu gomar me avull. Gomer me avull? Po, ka tren me avull, ka dhe gomar me avull. Po? Gomer me avull. Po? Që i thonë referendum. Jo, i votë besim. Referendum i bëhet për çështje, për kauza, nuk bëhet për individ. Qartë. A ishtë votë besim, ndaj Berishës. Sa kohë që a i vetë nuk ka menu që t'jiki, do t'jetë atje, dhe cili do emër që unë t'i mora pak më parë, janë... Kush do t'ja marri partinë Berishës realisht, o mësi? Kja merë askush, edhe po t'i kishte lënë 60 veta ngarë, këte parti. Që nuk Këtë parti dhe më thënë, këta njerës, se kështë dhe më thënë këtë parti, njerës që votojnë, antarësia, pra. Pra, antarësia e partijës.
25.000, 30.000, 15.000, quajnë sa të kënë qenë. Sa ishin votuesit se radhe? Unë kam qenë thjesht votues, nuk jam marrë me organizimin, por edhe nga rezultatet që u lezu ishin më pak se sa kanë qenë para 4 vitesh. Dakord. Gati 10.000 veta më pak. Po që i duhet kjo parti mo, mislim, të më që mua beti qeta një për ta kuptua, po që i duhet Saliut kjo parti akoma? Ma thuaj sinqerisht dhe. Duhet me pytë, kjo është politika, prodhon pushtet. është dhe pasion, duhet të fillojmë nga kjo njerë. Po që fillon këtu nga themon. Nuk është pasion të ati fillimisht? Po gjitha gjanat që fillojnë me peja në tambla. është pushteti, paraja, politika, pasioni, edhe vazhdon ti. Qa perde. Edhe nuk ndahet kollaj... Nuk e digjove këtë, nuk e digjove këtë, Nuk ndahet kollaj njeriu, nga njeriu, themon me humor, me smiq. është për fatin e keq, nuk po them kafsha, se ofendoj kafshat, për gjallesa, më e pangoshme që ka qu krijuesin tokë. Nuk dit për typet. Që të bjerin barket për typet, nuk ngopet kur. Dhe me humor, them, i thot, i lutet dikur zotit. Ngop dhe mu me pasuri, i thot, qatë do ti, prona pa e sa. I thot, sa të lej dillin e së mjesë, deri kur bjeri, qatë ti ikesh me vrap, është e jodja. Iku me vrap pa pi uj edhe kur vdiq, mas i vdiq, e vdiq i ditët. Shtenjo dhe dorën për të marrë përveç, se qa ishte ik me vrap dhe qa vdiq, për të marrë dhe 20 cm ma anej. Ko, qa i vdiq, 2 metrë dhe merte. Pra jeri nuk ngopet kur, sidomos me pushtet. Sepse pushteti, është edhe adrenalin, edhe kësaj knajsi shpirtërore, po du më pësdu në kallet mjera materiale. Ndërkohë më vinë mesazhe shumë të kjo QR kodi tu më thonë, pse nuk në i thotë në symi, votoj pro apo kundër Berishës? Se më symi është njëri që flet hapur, thonë. Qa thonë? Pse nuk në i thotë, votoj pro apo kundër Berishës? Po kishtë edhe abstenimi, thoi atyre, me që po të pysi. Po mi se kanë arruan ndoshta po. Po ishte 3. Se mendojnë që ti nuk bie nga ata që abstenon. Ti je njëri që ma qëndrime, pandaj. Ishin 3 kuadrate, thoi. Ha mund të këtë edhe të barë, fare. Por unë nuk cedoj këtë vota. Pra, jam shumë i apasionuar për ta ushtruar drejtën time që me zorë është fituar në 10-19 me lindjen e Partisë Demokratike. Me X apo me plus ka përdor? Me X apo me plus, sot Ledio? Kush? Fletë votimi ishte me X apo me plus? Ja, me plus e X kam hasë nga trahat me targat që kanë zirë. Me numrin e shasis. 2X2C që kanë zirë Arjani këtu por. Kështu që është... Për ta mbyllur. Nuk e ndryshojmë dot. Për kaq kollaj, 36 vite, s'është pak. Pa ti thua Berisha sa të ketë jetë, nuk i kanë ndeja. Të gjithë më pse nuk po du ta mbrojmë, se s'ka nevojë Berisha ta mbrojë tek ajo parti. Të gjithë në Shqipëri thua ti. Edhe Rama deri kur ti doj kokra e qefit, atje me që ka stilin tjetër që s'bën, po edhe po të bëj zgjedhje, Rama është aty. Edhe këta dveli që thashën s'kan parti fare, po ato që mlidhen, po të bëjmë po këta janë. Po nano pse iku? Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin babzi ose mani për pushtetin, nuk e di pse. A iku, a i thanë ti iki, nuk e di. Iku humi pushtetin? Edhe këti thonë që i kanë thënë ti iki, ti iki, Berishës. I kanë vajtë mesazhe që... Iku Berisha në 2013, pra si nano në 2005. Po. Me të thanë drejtë. Po nano iku vërtet, ndërsa kjo nuk iku asin vërtet. Jo, nuk është se iku. Ti e dakord apo jo? Nuk është se iku nana vërtet, sepse 2005-2009 nano ishte deputet prapë. Edhe ku po Rama. Nuk bene me partinë më. Ja, tentoj, nuk po më kupton. Ai pasarsi që erdhi pas nanës, ishte njëri që i vush qelmi nanës. Ky që është tani pra? Po pra ky. Por nano tentoj deri në 2007, fort ma. Të zgjidhej president. Patjetër. Pra për të mos ikë nga politika. Qartë. Ky që ishte e preumbes, sikur se luli më vonë 2021-shin Berishën, nano s'pat më ka, sepse kush e pengoj nanon të kthehej në... që edhe mund t'ishe këthy. Po mereme, mëse se futi o mësim? Po se po mereme me nanon të ashim qonë me kemerjemja do të thotë mash 30 ditë Ramazan dhe ta qelsh me të gjahamiza. Po e moja, di pse, por qështje koma më e bion kush. Pra, pazari që kërkoj Rama, që unë e godas fort, pazari qelbët i prillit 2008-ës, Rama si konvenoj për të marrë partin, që ti cakton të deputetet 2009-ës me listët dhe firmën e ti, që të mos ishin njerës... Qartë, jo qatë e mbajmën, po. Dhe Berishë që interesoj për të përzon klanin e Bamir Topit dhe grupit deputetve, po t'i mash me tjetër, Gjindoli, këto Leskami, që se i pjesë u këthym, pra. Që dolim lohen firma me zorë Bamirit. Po të mos ishte ky ligj i 2009-ës, tjenit sigur që nano dhe ishte këthy, do t'ja merë dhe partinë, sepse ishin figurat e vjetra, që nuk e përqenin Ramës, sot
Ben Maler, Ermelinda Meksi, Musa Ulqini, Anastas Angjeli, Namik Dokle, Emerald, që ishin faktor real dhe njerëz karizmatik që kishin vota në terren. Në linjën 2009 ai s'pat nevojë për vota, mo. Qartë. U votu vetëm sikle dhe mori partinë, madje nuk e mori dot. Me i herë, në 2009 ai vazhdoi të kishte disa figura si Anastas Angjeli, Musa Ulqini, Arta Dade, mrena Partisë Socialiste. 2013 mësa i qëroi gjithë dhe mori kontingjentat, ishte ajo thirrja e famshme. Dhe gjithë... Lumhane, Qelbani, ku jeni, bashkohet me mund në Gjithë qelpsirat. Dhe u bëha aleanca e qelpsirave, që thoshte Berisha, asaj gjysmën e aleancës qelpsirave e mori si aleat, tek gjiri i Lalzit. Qartë. Pra, me ligjin që ishte deri në 2005, nuk e merr dot me atë parti që kishte njerëz faktor. Por tani kushtet kanë ndryshuar, tani këto nuk diskutohen më fare. Tani është thjesht vullneti i liderit apo jo. Tani si e më në këto konjunktura pra. Tani për shembull Berisha do të jetë atje është atje. Nesër Rama, edhe s'ku mos e më kryeministër. Me këtë ligj zgjedhor të 2008-s nuk ka fare demokraci brenda partive politike. Dhe individët që bëjnë lajm, që flasin, pra me që më thatë mu drejtuat mu që ti, sepse unë nuk e ndroj lirin time për i karikët qelbër si vemje në kuvend. Ndaj, në takimin që kam pat, apo në Këshillin Kombëtar, kam thënë, desha të jem listë hapur. Qartë. Dhe isha listë hapur në Tiranë, numri 3 më i votuar në qarkun e Tiranës. Ka marrë 7.250 vota. Nuk jam bërë deputet, jo për fajt qytetarëve, apo timin, por se PD-ja 13 mandate mori, nga 36. Qartë. Po të që marrë 15 do isha. Atje. Pra, këta që shkojnë me firmë kryetarit, janë vasal ti dhe ne i farë mënyre, i lpijen për i mandat tjetër e adin për njerë ati. Asin nga këta nuk ka votë qytetari në Kurris. Ata që janë me votat e qytetarëve, dumë opës dumë ne, të bën pesha morale e votës qytetarit, të bën rebel kur shef që ka pa drejtësi, mërënda partisë tatë. Qartë e kuptova. Partitë janë kthyer në funksion të kryetarëve, me këtë ligjë zgjedhor. Mësy Murizi, ora është 11 pa 6 minuta, ne kemi dhe 6 minuta 10, po themi maksimum. Besoj që të heq vrejtja ama, që nuk e thu orë 23, kështu si modern, e thu 11. Jo, nuk më thot gjë. 23, 23, 54 minuta. 11, unë edhe lek të knaqem kur i the me të vjetra. Me të vjetra është bukur, apo jo? Ledio, kalojmë dhe fabur e fundi sonte me Mësy Murizin.